jam vajza më e vogël, hasret. Kur nuk kam pas atë ndjenjen që unë jam vajzë dhe m'ullon anash, kam qenë e përkthjelura e familjes. Babi im është njohur si feminist, jam shoqëruar me vëllezërit e mi edhe me shoqërinë e tyre. Ka njerë thamë, me siguri ju kom pengu, edhe ju kom shku nerva, edhe kjo lidhet me frymën familjare. Jam rrit me 2 vëllezër. Kur nuk kam pas atë ndjenjen që unë jam vajzë dhe m'ullon anash, për kontrazi, kam qenë e përkthjelura e familjes, sepse dhe babi im është njohur si feminist. 2 vëllezërit për fatimin janë të tillë, gjithmonë jam di më e fortë afër tyre, sepse thash, kom qenë e përkthjelura, dhe jo, asnjëherë nuk kom pas dëshirë me qenë djali, se m'ka pëlqy pozita që jam vajza e shtëpisë, jam vajza më e vogël, hasret. Ndoshta në ato momente kur kom qenë shumë e vogël, kur fillova me u rrit, i pash do ndryshime tek vëllezërit e mi edhe tek unë, edhe është normale që në një moshë të adoleshencës apo moshë më komplekse që është, me fillu me u vrejt ato ndryshime dhe pak aty mu duk vetja që po filloj me dalë për grupit, sepse unë gjithmonë jam shoqëruar me vëllezërit e mi edhe me shoqërinë e tyre. Ka njerë thamë, me siguri ju kom pengu, edhe ju kom shku nerva, por në anën tjetër kom mësu shumë prej tyre, kështu që jo. E kështu dihet zase po ndërprejnë përballje për shembull me në rrugë, në kafe, në bashkëpunime, në projekte të mëdha. Nuk po flasim për familjen sepse tregove si mas miri veç e ke kalu këtë pjesë, edhe nuk i ndje asnjëherë keq sa dëshirë me qenë burr, po kështu në raport me njerëzit e tjerë, me njerëzit e huaja, ke pas ndonjë moment ku ke thonë ti shakon burr e kisha pas ma lehtë ajo? Jo, ndoshta, po apo është ajo forca po dhe femërore që ndoshta është ajo, ndoshta është ajo që prap po kthehem te fryma, që kom pas gjithmonë atë sigurim veti që nuk kam bo, por tash folim sinqerisht ka njerë nëse dikush bash po në rrethin tim edhe në raport me njerëz që kom punu. Ka qenë fati im që kom punu me njerëz të cilët nuk kam bo ndoshta si dallime gjinore, ndoshta në raport me mu jo, nuk e di me të tjerët, gjithmonë flasë dhe bazohem prej provojave të mia, por tash pe bojna pak kështu ma hajgare, ndoshta ka njerë edhe pse konsideroj veten shumë si të fortë, kisha thonë momente tilla ka kur tham ata kisha pas fuqinë fizike të mashkullit. Ama ato janë momente momentale. Momentale, këtë kam një shoqe që shumë shpesh mendoj e thotë, sidomos ta kisha thonë. Ose në trafik për shembull, nuk e di pse e ka, po. Veç ma mirë që jo, se atëherë kishim bo gjana jo të mira të cilat. Për këtë arsye femra është ajo që reflekton durimin, dashninë, pozitivitetin, edhe pse në kohë të fundit nuk është fort që po na japin këto statistika, sepse edhe femrat pak janë e quj, janë e gërsu, apo në fjalë më të lezetshme janë rebelu.